bashku drejt për drejti në programin për ditën mbar në Radio Televizionin 21, ndërsa regjia kolegët e mi atje ende më kanë në pamje në këto momente. Jemi në Durrës apo jo, në Durrës a në Vlorë më duket. Okej, rikthehemi në studio këtu në Prishtinë me temperatura të larta. Sot do të jetë 36 gradë Celsius. Në fakt, vapa i nxehti krijon edhe infeksione në fakt që vijnë edhe nga pakujdesia. Çfarë nuk dëgjohet, çfarë nuk flitet, por ekspertët, ata që dinë më mirë këtë punë, natyrisht japin përgjigje të sakta. Ne kemi të ftuar sot në rubrikën Mjekun në studio. Të thash në fillim një rubrikë që ju e prisni mezi e prisni gjatë të mërkurëve, një profesor doktor shumë të njohur në vendin tonë, natyrisht që jep kontributin e tij si infektolog. Është profesor doktor Shemsedin Dresha me mua sot në studio, ku do të flasim për infeksionet në këtë vapë të madhe që ka përfshirë jo vetëm vendin tonë, por edhe krejt Ballkanin, Evropën edhe botën. Unë dua ta falenderoj për praninë e tij në këtë ditë të nxehta, sidomos gjatë ditës së sotme. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Të pyes se si je me shëndet, a e merr këtë pyetje shpesh herë, apo të gjithë që vinë te ti interesohen të dinë për shëndetin e tyre? Po, jo, ka të atyre të pyesin, apo? Po ka shumica vinë normal për pengesa dhe probleme të veta shëndetësore. Pra, pyetet një doktor, duhet të pyetni një doktor se si është me shëndet edhe për veten e tij. Edhe doktorët janë njerëz. Edhe janë njerëz. Mirë, uroj të jesh mirë dhe faleminderit shumë për kohën, ndërsa për të gjithë ata që natyrisht na ndjekin në këtë program, numri është në ekran +383 44 900 021. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me temën tonë të përgjithshme, urdhëroni. Besoj se edhe doktorin që kemi ftuar në studio do të pranoj natyrisht të pyetjet që keni, duke na telefonuar, por duke dërguar edhe mesazhe. Do doja të nisja, doktor, me një njoftim në fakt tek dje. E tham edhe në program nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, që ka bërë thirrje për kujdes ndaj malarias, në mënyrë veçantë për qytetarët që udhëtojnë në zona ku ekziston rreziku nga kjo sëmundje. Është njoftimi që ka ardhur dje më pas, u publikua gjithandej dhe u komentua gjithandej nga IKSHPK-ja. Në fakt, kur po e lexoja, doktor, këtë njoftim nga ana e IKSHPK-s, të tremb në një farë mënyrë ku flet për malarjen në vendin tonë nga erdhi? Po, edhe Kosova dhe Shqipëria shpesh evidentojnë raste të importuara të malarjes. Në veçanti tash në këtë periudhën e globalizimit, këto raste priten që të jenë të pranishme, për shkak se praktikisht është përshpejtuar transporti, pra vinë në fazën e inkubacionit ose me shenjat të sëmundjes, ose për shembull bie fjala konkretisht për malarjen, nëse nuk është bërë profilaksa si duhet, qoftë përmes medikamenteve ose antirepelentëve ose mbrojtje të tjera të cilat janë të rekomanduar në vendet endemike për malarjen. Pra do thotë rastit të cilin e përmend ju tash, ky rast ka disa ditë që është në klinikën infektive, është një rast i malarjes së importuar. Vërtet ne kemi. Është një huaj që është një huaj që është këtu në Kosovë, është pranuar në klinikën infektive, është diagnostikuar, është trajtuar, është në trajtim me stadion ende, por sido që tjetë pacientja ka dalë nga kriza dhe gjithçka besoj që do të bëhet mirë. Rastet të këtilla kemi pasur në Shqipëri vitin e kaluar edhe në importimet nga vendet e Afrikës, pra do thotë kjo nuk është kryqëzat diçka e re. Ajo çka është brengose është nëse fillojnë të paraqiten rastet vendore, për shkak se ka shumë biotipe të cilat mund t'i plotësojnë kushtet për ciklin e anofeles. Ju e dini që në të shkuarën edhe Shqipëria dhe Kosova kanë pas probleme rreth viteve 45-50 me malaria autoktone, pra kur është bërë tharja e knetave, kur është bërë rregullimi i vendit. Për këtë duhet ju them që këto raste të importuara do t'i kemi ko pas kohë, do t'jenë të pranishme, por që nuk duhet të na sfidojmë, urojmë që të mos kemi raste autoktone. Kur i bie, ku flasim për raste autoktone, do më thënë që të mos kemë persona në vendin tonë. Po, jo, rastet të cilat infektohen nga miskonja tona. Për shkak se, po, e kemi
si në Shqipëri, si në Kosovë, ne kemi anofelesin, pra ajo është miskonja e cila përhap malarjen, dhe nëse ajo e pickon të sëmurin, potencialisht ka mundësi që të përhap përmes pickimit edhe tek të tjerët. Pra kjo është ajo rruga, mendoj, më e shpesht se si përhapet. Për këtë duhet të them që nëse jemi pak të kujdesshëm, besoj që punat tona do shkojnë mirë kur kemi mund të eliminojmë atëherë kur e kemi pasi smundje endemike të mësasin për sot të këtë raste sporadike që paraqiten kohë pas kohë. Mendoj tash kujtoj të kohëna afërm tash të fundit, pra mbas erdhën UNMIK në Kosovë, ne kemi pas rastin e parë ka qenë viti 2001, ka qenë i ardhur nga Afrika, e trajtuam dhe u bë mirë. Është një problem në këto raste të rralla që vinë në Kosovë, është problemi i terapisë për shkak se ju nuk mund të planifikoni që të keni një terapi të caktuar, pra do thotë në momentin e hospitalizimit do duhet jemi të shpejt në diagnostik, pra në drejtim të vendosjes së diagnozës drejt në fillim përmes dyshimit dhe pastaj më vonë përmes konfirmimit, dhe më njëherë të fillohen procedurat e sigurimit të barit, për shkak se bari nuk shpesh nuk gjendet në Kosovë. Pra, nuk gjendet në Kosovë. Kemi pasur dikur në të shkuar në asistenca të UNMIK-ut dhe të Uleksit lidhur me barna kohë pas kohë, po ashtu dhe Ministri i Jashtëndësisë ka siguru kohë pas kohë, por kryesisht ato janë kanë në domenin e profilaksis. Tash, çfarë mund t'ju them? Mund t'ju them se këto smundje nuk janë të shpeshta, duhet të mendohet në to, dhe njëkohësisht në rastin e dyshimit duhet të mendohet për sigurimin e terapisë për shkak se e merr një kohë. Në ky rast terapia është siguruar nga Maqedonia. Nga Maqedonia, dhe rastin në fjalë, bëhet fjalë natyrisht për një grua, më duket rreth të 40-ave, nga vinte ajo, nuk ka informacione. Nuk ka rëndësishme që ka nga shtetet e Afrikës. Ka qenë e konfirmuar përmes laboratorit tonë që bëhet fjalë për malarie, është trajtuar dhe mendoj se gjithçka tash që do shkon në rregull, për shkak se faza akute kur gjasat janë edhe për me pasë histori të pafavorshme pra me vdekje, janë gjasat kur ka mundësi edhe të ndërlikohet me infeksione shoqëruese, këto fatmirësisht nuk kanë ndodhur. Nuk kanë ndodhur. Më pas ajo është larguar nga Kosova, keni informacion? Nuk di, është larguar apo jo, por e di që ka 5-6 ditë që është në trajtim në klinikën efektive, nuk e di është lëshu ende nga spitali apo jo. Nuk ka qenë një rast i rënd? Ka qenë rast i rënd, po rast i rënd ka qenë për shkak se kjo, për shkak të çrregullimeve të rënda të përgjithshme ka përfunduar në mjekimin intensiv të klinikës efektive. Pra aty hyjnë rastet më të rënda infektive që i ka klinika. Në Afrikë është sëmundja malaries që vazhdon të jetë. Kam dëgjuar, nuk e di nëse jam i sakt, njerëzit që shkojnë në Afrikë përpara do të kenë një kontroll, një vaksinë e tjera, ilaçe të ndryshme vete. Zakonisht para se të nisen për vendet afrikane dhe aziatike, ku kjo sëmundje është pothuajse endemike, ne dhe kemi dy zone, kemi zonën suprasahariane dhe subsahariane, që ka rëndësi të madhe në drejtim të profilaksis. Këta persona së pari duhet të vizitojnë mjekun, në atë mënyrë që të bisedojnë për rrugët e parandalimit dhe vendosjen në terapi dhe bazuar në ndjeshmërinë e parazitit të malaries, ne vendosim për formën dhe tipin e profilaksis. Sa udhëtimet për në Afrikë dhe në shtetet e Azisë së Largët janë të shpeshta, dhe këto konsultime janë mendoj të shpeshta me një ekspertët të fushës. Mendoj që nëse përdoret kemioprofilaksa në për këto vende dhe ka kujdes me antirepelent dhe njëkohësisht me masa tjera fizike të pengimit të miskonjave që të kenë kontakt me lëkurën tonë, mendoj që gjasat reale janë që kjo të mos vije deri tek infeksioni. Edhe pse kemioprofilaksa nuk konsiderohet 100% e sigurt, por rekomandohet dhe duhet të përdoret. Për shkak se e ul riskun që ta merrni malarin. Gjithmonë ku flasim për malarien është
mushkonja që... Po, miskonja pra. Miskonja në fakt që e prek një trup e shkon tek trupi tjetër. Dhe zakonisht mushkonjat janë shumë të përhapura gjatë stinës së verës, apo jo, kur është shumë nxehtë në këto vende që ne folëm është shumë nxehtë. Prandaj dhe KSHPK-ja ka dhënë këtë mbronin nga pickimet e mushkonjave. Por realisht këtu kemi edhe këto format e deratizimit, format e spërkatjes në për qytet për uljen e incidencës pra dhe të shpeshtësisë së miskonjave në vend. Mendoj që edhe ato ulin. E letësojnë ato? Letësojnë shkallën e rrezikshmërisë, po si, për shkak se miskonjat nuk përhapin vetëm malarin, ato mund të përhapin edhe sëmundjet të tjera, të cilat janë me quajmë vector-borne transmitted diseases, të cilat po ashtu janë të rrezikshme për njeriun. Në atë fjalën që në përdora në fillim fare, doktor, që duhet kemi pak frikë, e përdora gabim, apo vërtet duhet kemi frikë ku flasim në përgjithësi për infeksionet që vijnë edhe nga mushkonjat? Jo, duhet ju them diçka që stina e verës është një stinë e cila ka karakteristika të veta me infeksione relativisht të pritshme, që janë për shembull infeksionet të tubit digestiv, që është bie fjala infeksionet të traktit respirator, që janë infeksionet të cilat mirën për pishinat e ndryshme. Pra do të thotë ka specifika të veta kjo periudhë. Në këtë periudhë nëse jemi pak të kujdesshëm, qoftë nga sëmundjet që transmitohen me vektor, qoftë nga sëmundjet që përhapen me duart e dyta, pra që prekin traktin intestinal, qoftë nga ato që prekin traktin respirator, nëse jemi pak të kujdesshëm, mendoj që incidenca e tyre do të ulej. Por këto gjëra për shkakun se bëhej janë vështirë të menaxhueshme kur për shkakun ju keni takime milionëshe të rinisë, si ishte fjala Sunny Hill, koncertin e Tiranës. Që vinë nga 4 anët të botës. Që vinë nga 4 anët të botës, të mund të pritet që të keni burime të infeksioneve që nuk janë tipike tona, por që janë të importuar dhe mjeku duhet i mendoj ato për shkak se sot jetojmë në periudhë të globalizimit dhe sëmundje lokale ka pak. Doktor, do të mbetem përsëri tek kjo temë që na vijnë natyrisht këto sëmundje nga të huajt ose ata që udhëtojnë. Kush do ta marrë përgjegjësinë për shembull sipas jush Ministria e Shëndetësisë, kush e merr përgjegjësinë për një person që vjen nga këto vende aziatike apo të Afrikës dhe sjell këtë sëmundje? Nuk ka përgjegjësi. Nuk ka përgjegjësi. Jo, s'ka përgjegjësi aty. Deja ne kemi obligim, unë flas. Ose kontrolle ose jo. Unë flas tash për aspektin edhe ndërkombëtar të menaxhimit të këtyre sëmundjeve. Do të thotë thjesht derisa ju jeni të liberalizuar dhe keni qasje praktikisht të tërë botën në vizita, atëherë gjasat që të futen infeksione të importuara nga jashtë janë shumë të mëdha dhe janë të pritshme. E them këtë për shkak se kjo është kosto e globalizimit. Thënë shkurt, kjo është kosto e globalizimit. Po. Që kemi kërku vetë ndryshe. Mirë, ndërsa rikthehemi tek një temë tjetër aktuale që ka qenë gjatë këtyre javëve, ka qenë edhe puna e fruthit në vendin tonë. Është e vërtetë që ka pasur 40 raste dhe raste të shumta kanë qenë në Ferizaj? Deri në fund të muajit korrik të konfirmuara janë 78 raste. 78 raste. Mendoj raste të konfirmuara. Me siguri që aty kemi forma abortive dhe forma jo tipike, kemi fruthi mitigati e të tjerë të cilët nuk janë tipike dhe nuk testohen, por 78 janë të konfirmuar, prej tyre një pjesë e konsiderueshme ka qenë të spitalizuar në klinikën infektive, ndonjëherë janë mbartur edhe nga klinika e pediatrisë, kryesisht për moshën feminore. Ka pas forma të rënda dhe ka pas forma të lehta, fatmirësisht deri më sot nuk kemi evidentuar asnjë rast që ka pas ecuri fatale. Nuk ka asnjë rast. Kjo është lajm i mirë. Po pse pikërisht në Ferizaj un kam një pyetje. Çfarë ndodh në Ferizaj? Që raste kanë qenë më të shumta sipas informacioneve? Dëgjoni, Kosova raste sporadike ka evidentuar çdo herë për shkak se shkalla e vaksinimit nga vitet 90 e këndej nuk ka qenë fort e kënaqshme. Që të arrini të krijoni barierën imunologjike në terren, duhet i përfshini 95% të fëmijëve në procesin e vaksinimit me dozën e parë. Realisht kjo ka
pas rami, bie fjalën në vitin 2024 ka qenë dikon 87%, pra që është dikon rreth 9% ma pak se sa që duhet, ndërsa vetëm për vitin 2025, në vitin 2024 ka ra për 7%, pra kemi ra në 82%. Kur, çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që 18% e fëmijëve janë të pa vaksinuar, të pa mbrojtur. Nëse merri numrin e lindjeve dhe i llogarisni, pra do të thotë që keni një numër të konsiderueshëm. Nëse një fëmijë vjen me shenjat e frutit, pra qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda, qoftë këtu që ne virusin e frutit e kemi duke qarkulluar, atëherë paraqit është ai pulli, ajo numri gjithëmbashëm i persona, i fëmijëve që janë të ndishëm ndaj virusit, dhe në këto raste paraqitet smundja. Për shembull do t'ju marr për shikuesit juaj një shembull. Është tipike rasti ishujve Farao. Po. Në paqësor nuk ka pas vizit, dhe në ndërkohë një anije përfundan në ishujt Farao, dikush ka qenë me frut në mesin e atyre udhëtarëve që kanë udhëtuar me anije, komplet ishuj e smu. Nuk janë smu vetëm ata të cilët kanë qenë shumë të moshuar dhe të cilët në të kaluarën e kanë pas frutin. Këtë banorit janë smu. Këtë banorit janë smu që kanë pa mbrojtur. Ju e dini që nga viti 72 ne përdorim vaksinën për parandalimin e kësaj smundje, kem pas sukses shumë të mirë në zvogëlimin dhe praktikisht gati eradikimin e kësaj smundje, për fatkeqësisht tash kohët e fundit me paraqitjen e dezinformatave të ndryshme në për media nga personat të ndryshëm, qofshin ata profesionist ose jo profesionist laik, janë përhap shumë dezinformata dhe nanat e reja kanë pas frikë që ta përdorin vaksinën e frutit dhe vaksinën e Covidit fatkeqësisht, dhe ka ardhur deri tek një lidhshmëri që media të ndryshme dhe personat jo mirë të informuar kanë bërë lidhëmërinë ndërmjet autizmit dhe smundjeve tjera që shoqërohen me hiperaktivitete të fëmijët me këto vaksine. Gjatë që nuk qëndran, ne kemi dhënë miliarda doza nga viti 70 kur ka filluar në botë, thash në Kosovë vitin 72 e deri me sot. Vetëm për shkak vitin 2024 janë dhënë dikun rreth 20.9 milion doza në rang bote, pra për fëmijë. Vetëm nga viti 2000 deri në vitin 2026 llogaritet që vaksinimi kundër frutit i ka shpëtuar 59 milion vdekje. Pra do të thotë për qytetarët tuaj dhe për shqetësuesit tuaj dua të bëheni informat. Pse nuk kishte nga viti 72 e këndej autizëm? Pyetje është. Është një pyetje. Pyetje. Edhe pse kemi dhënë vaksinën e frutit? Pse deri në vitet e fundit, pra, këto 5-6 vitet e fundit, fillun të arritën rastet? Po. Autizmi dhe personat introvert që ne i quajmë në mjekësi, kanë filluar të rritën për shkak të digitalizimit të vendit. Pra do të thotë, nuk dëshoni të mirëni me fëmijën, telefonin. Në telefon. Televizionin. Po. Edhe ai nuk ka nevojë të komunikoj me juve. Autizmi është vërtet që sot detektohet dhe mendohet në të ma shumë. Është vërtet që sot edhe diagnostikohet ma shpesh, është edhe përparimi i mjekësisë, por unë mendoj që keqja më e madhe është kalimi nga komunikimi ndërmjet veti në komunikimin me pajisjen. Pra do të thotë, kjo është ajo, dhe këta persona dikush ndrohen në introvert. Përse? Me mu dhe juve, ai bisedon atë çka ne dhe ai don. Ndërsa me pajisjen nuk bisedon me pajisjen, ai bën me të çka don vet. Pra është ajo rruga më e lehtë e shqetësimit të fëmijës, që mendoj që është gabueshme dhe kjo kam na kushtu. Po. Nuk vjen edhe nga frika e vaksinës Covidi? Jo. Me përgjegjësi profesionale ju them jo. Ka efekt anësore çdo vaksinë. Por ato në kuadër të
tolerueshmërisë. Unë ju thash që vetëm për 20 vite në rangë bote janë shpëtu 60 milion vdekje të fëmijëve. Le të mdel dikush, le të më thot, cila është ajo smundje që i shkakton 60 milion vdekje në këtë botë. Pra do thot, kjo është kosto e asaj vaksine e cila ne shpërndajmë gratis dhe promovojmë. Gjithmonë po flasim për vaksinën e fruthit. Po, vetëm për një smundje më të fol. Po. Vetëm për një smundje. Pra do thot, kjo është ajo. Do thot, duhet t'i themi stop propagandës së keqe. Duhet sa më shpesh që në për këto media të rritet niveli deri në 95% ose ndoshta 100% e mbrojtjes së fëmijëve. Në atë mënyrë që fëmijët jenë të sigurt, jo për shkak të një hezitimit ose dyshimit ose një pseudo-informate pa dëshmuar që e plason dikush në media. Këtu nuk ja akuzoj vetëm nanat. Unë ja akuzoj edhe mediat për shkak se nuk bojnë sa duhet në promovim. Kemi edhe ne faje, ndoshta nuk jemi më shumë agresiv se duhet jemi. Prandaj kemi ftuar të duhurin sot në program. Jemi drejt për drejti në programin për ditën e mbarë, miqtë dashur. Faleminderit që na ndiqni teksa ora është 19:20 minuta. Për ata që vijnë tani, kujtojmë që jemi me profesor doktor Shamsedin Dresha, infektolog i njohur në vendin tonë. Në përgjithësi po flasim për infeksionet në temperaturat e larta, por konkretisht jemi duke folur tani për fruthin. Në fakt fruthi më shumë po shfaqet kur është verë. A është e vërtet? Dëgjoni, tash fruthi ka sezon të përzgjedhur mirë, por realisht duhet t'ju them se nuk duhet të kishte. Për shkak se ky është një infeksion që përhapet me sperkla, pra prej fëmiu tek fëmiu skeptivel. Ndoshta mund të jenë këto tubimet që janë të organizuar tash kohët e fundit, pra do dasma, dreka, dalje, shëtitje, tubimet që i përmendëm më herët, rritin gjasen për hapjen. Jo përmendet ferizajnë poshtë, vërtet që ka filluar me ferizajnë dhe mështimin. Është shumë e vërtet që rastet kanë pas lidhshmëri të komunikimit njëra me tjetra ato në fillim, por tashmë nuk ka, se tash ka kaluar Prishtinë dhe në për komuna tjera tash. Nuk është në një numër, ku më ditë sa i madh, pra numri prej 78 rasteve të konfirmuara. Fatmirësisht kanë pasur. Pse ka qenë një numër më i madh vitet më herët? Po për shembull ne kemi pas incidencën e fruthit prej 210 persona për 100.000, pra flas për periudhën e vaksinimit, pra 200 të sëmurë për 100.000 banor, e deri në 2 të sëmurë kur e kemi pas incidencën më të ulët për 100.000 banor. Pra do thotë ne kemi evidentuar raste. Çdo herë, por ka qenë raste sporadike dhe nuk e kemi bërë atë punë shumë problem. Këtë herë u problem për shkak se vërtet ti kemi 80 të sëmurë në një interval të shkurt kohor, nga një smundje e cila mund të parandalohet me vaksinim, atëherë vërtet duhet të ndalim dhe të mendohemi që të gjithë segmenti profesional dhe mediatik çfarë duhet të bëjmë që të ngrisim nivelin e vetdijes lidhur me dërgimin e fëmijëve të marrin një vaksinë e cila jo shpëton jetën, e cila i mbron dhe vaksinë e cila është obligueshme me ligj që të mirët. Doktor, kjo vaksina gjendet kudo në çdo cep të Kosovës, për shembull? Në çdo cep të Kosovës. Në çdo cep. Aty ku ka shërbim të vaksinimit në shtëpia të shëndetit, vaksina është gratis dhe është disponueshme. Është obligueshme me kalendarin e vaksinimit në moshën 12 mujore, doza e parë. Dhe ju them që paraqitja e fruthit nuk është e mirë për shërbimin shëndetësor, qoftë parandalus, qoftë klinik në Kosovë. A është vonë atëre kur simptomat janë shfaqur për me marrë vaksinën më pas? Atëre nuk merret vaksina. Nuk merret vaksina. E këto simptoma janë? Ti tregojmë një herë tjetër? Po, simptomat e fruthit janë ato tipike që ne kemi, pra do thotë në fillim temperaturë e lartë, në vizitë tek mjeku gjinet një katar respirator, ne quajmë pra do thotë një hunë e kongestuar, një fytyrë i skuqur, në mushkëri dëgjohen disa rale, fëmiu është i lodhur, është i molisur, refuzon ushqimin. Pastaj në ndërkohë diku ka dita e 4 ose e 5 pas fillimit të temperaturës, fillojnë që të paraqiten pushrat nëpër trup dhe në gojë, dhe pastaj smundja merr atë manifestimin e saj tipik. Për nga kontakti i parë deri të paraqitja këtyre simptomeve të para me temperaturë që i përmenda,
edhe është inkubacioni dikun prej 8 deri në 12 ditë. Pra do të thotë ajo periudha kur fëmiu nuk ka ankesa, por e përhap sëmundjen. Dhe pastaj në fazën katarale, po ashtu e përhap sëmundjen. Kështu që në këto raste, por kur dalin pushat zakonisht këta veçanë të smur, pak më seriozisht pastaj të tjerët frigohen, pra gjasat që të përhapet sëmundja pas ekzantemit janë shumë të vogla, se sa në fazën katarale kur ende nuk dihet se vërtet çka ka. E për gjithë ata që na ndjekin, edhe pak minuta do të jemi natyrisht me këto këshilla nga doktori, nëse keni ndonjë pyetje, po shikoj që vijnë disa pyetje në plus 383449021. Mi presim me shumë kënaqësi aq më tepër, doktori është i gatshëm për të dhënë edhe përgjigje. Dikush pyet, doktor thotë, a duhet kem frikë unë si prind nëse djali im ka fruthin? Jo. 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 Përgjigja e shkurtër nuk transmetohet tek. Ose është i vaksinuar, nëse i takon moshës se të vaksinuar, pra nëse është më i ri se pas vitit 1972 i lindur, ose e ka kalu frutin. Për shkak se fruti jo çdo herë manifestohet në formë tipike, pra kur ne e diagnostikojmë. Ne kemi format abortive të frutit, kur ju keni pak një temperaturë dhe në 37-38, luni, shëtitin, janë dhe kënej, por e lën imunitetin e mjaftueshëm për të rjetën. Dikush tjetër pyet, thot, shumë e lodhme, ndërkohë ka telefonuar disa herë, vjen shumë keq, kemi qenë duke folur. Thot, shumë e lodhme, nuk kam konduksion, a mos e kam nga nxehtësia, tregon që ka lodhje, ndoshta thot nga nxehtësia. Po, në këto raste ka raste të evidentimit të lodhjes të parësyshme, mund të kenë burime të ndryshme, mund të jenë si rezultat i çrregullimit të elektroliteve, për shkak të gjerësisjes dhe temperaturave të larta, të humbjes së langjeve, ose mund të ketë një arsye tjetër të çrregullimit metabolike që e shoqërojnë këto ditë të nxehta në mbar Evropën dhe botën. Pra, duhet të bën një check-up, shkon tek mjeku, të mirën analizat, shifet cila është arsyeja e lodhjes së tepërt. E dikush tjetër pyet, thotë, shpeshherë kam temperaturë të lartë kur është nxehtë. Është normale kjo ankesë, por ne merrem me temperaturën e evidentuar, pra temperatura e lartë nuk matet me dorë, por matet me termometër, dhe nëse ka të dhëna deri në sa i shkon temperatura në termometër, atëherë mund të paraqitet prapë, do të provojmë të japim përgjigje. Dje ka qenë një lajm, doktor, në lidhje me një urdhër që pas ka rekomanduar i pari i Amerikës, Donald Trump, në lidhje, besoj se e keni parë, në lidhje me vaksinat të fëmijës, thot, sipas unë do të ta lexoj. Ai ka rekomanduar dhënien e të gjitha vaksinave të fëmijërisë në vizita të ndara sa herë që është e mundur, gjë që më parë ishte bllokuar nga një gjykatës federal, dhe ndarjen e vaksinës kundër fruthit, shytave dhe rubeolës në 3 injeksione të veçanta. Kështu thot Trump, ka nënshkruar këtë urdhër që kërkon më pak vaksina për fëmijët. Si e komentoni ju këtë? Unë mendoj se politika duhet i ke durët jashtë profesionit, pra jashtë eksperte. Se mendon që Trumpi përfutet shumë në çdo. Mendoj se Trumpi vërtet është njeriu i parë në botë sot, kudo. Padyshim se ka njerëz Britina të cilët të këshillojnë për veprimet të tëshme, përndryshe më pari, pra këto 3 viruse që janë dhënë të përbashkëta në moshën 1 vjeçare me kalendarin tonë, nuk kanë pas ndonjë interferencë në drejtim të përgjigjes së dopit imunitare, pra se nuk kanë pas ndonjë interferencë në drejtim të ose ndarja e tyre në drejtim të rritjes së shkallës së presindjes së mbrojtjes. Ndoshta Trumpi ka marrë ndonjë këshill për shkak se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke u rrit numri i pacientëve me imunitet të dobësuar, pra edhe në moshën e fëmijëve për shkak të sëmundjeve të ndryshme, qofshin ato malinje, qofshin ato virusale të tipit të HIV-it. Për ato kategori vërtet mund të mendohet një formë e tillë, por sido që tjetë Amerika ka ekspertë të mirë, ka njerëz të ditur, dhe mendoj që
nëse kjo duhet të bëhet, që kjo në esencë këtu asnjë send nuk është bërë re. Këtu është bërë vetëm intervenimi në kalendarin e vaksinimin, pra në kohën kur duhesh me marrë çka me marrë. Pra nuk tërësia e vaksinave nuk është prek. Por është prek intervali kohor, pra duhet më shku 3 herë për mi marrë, apo mund është me marrë për 1 herë kur shkojsh në vizitë. Deri me sot i kemi dhënë për 1 herë, nëse ndoshta mund, nëse del ndonjë hulumtim shkencor i mirëfillt për lidhjen e efikasitetit të vaksinave, që është më e mirë nëse hipen në mënyrë të ndarë. Po pse jo? Mirë, por kjo duhet të dëshmohet në me rrugë shkencore, lidhur me përgjigjen imune, lidhur me efektet anësore, që unë mendoj që nuk do të jenë, por mendoj që është herë të flasim. Unë mendoj që kem pas ideja të ndryshme të Trumpit edhe gjatë Covidit, ju e dini. Por në fakt kur jemi te puna e Covidit, ju keni dhënë një kontribut shumë të madh me këshilla natyrisht edhe në kohën, edhe keni qenë gjithandej i duhuri, edhe në Media 21 keni qenë në lidhje me vaksinat edhe gjithçka. A keni sot për shembull takime dhe a flitet sot për Covidin, doktor? Po. Ne kemi Covid. Kemi Covid. Fatmirësisht është bërë një mbrojtje e mirë në Kosovë me këtë vaksinën që i kemi pas të përdorim, pra vaksinën atenuar. Fatmirësisht, si duket, edhe me pasazhin prej njeriut në njeri ka ardhur te zbutja e virusit, pra nuk është ai virusi i egër që bani nam në botë. Dhe po, kemi raste, dhe këto raste evidentojnë në mënyrë serologjike, kryesisht kanë tablon klinike të një infeksioni të rrugëve të sipërme respiratore, nëse mirën analiza del se qenë kap mirë, po rastet e spitalizuara, unë mendoj se këtë vit nuk kemi pas, edhe pse kjo dhanë duhet jetë pak ma me rezervim. Pra të thot, unë mendoj që nuk kemi pas. Unë kam pas raste me Covid edhe gjatë këtij vitit, të cilët janë trajtu, janë diagnostiku, por nuk kanë qenë raste me ndërlikime dhe s'kan pas nevojë që të spitalizohen asë. A ka sot nga ata pacientë që të falenderojnë? Ja. E di pse të pyet kështu, sepse un kam një mesazh në këtë moment që vjen nga dikush me siguri që jeton jashtë, sepse është +491. Desha thot me falënderuash Leutrim, nuk e di nëse lexoj mirë, Leutrim Cecelia, doktorin thot në vitin 2012 kam pas shumë dhimbje në lungth dhe në bazë analizave dhe këshillave të doktorit tash mas kam problem. Shkak ka qenë feferona dhe specat e djegës që shqiptarët i përdorin shumë. Ke falënderimet e tilla? Shpesh, Prandaj doja ta lexoja këtë mesazh. E dikush tjetër thotë për sa i përket a duhet të marrë antibiotik për çdo lloj gripi? Gripi dhe antibiotiku nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë? Jo. Gripi takon grupit të sëmundjeve virusale, antibiotiket janë të pa efekt. Mjafton me një paracetamol? Paracetamol, lanxe, pushim, bile. Gjatë fazës akute, pra të gripit ose të ndonjë infeksioni tjetër virusal që prek rrugët e sipërme respiratore, përdorimi i antibiotikut rrit gjasat e ndërlikimeve me bakterie dhe ato bakterie rezistente në antibiotikun e përdorur. Pra, asësi në asnjë rrethon, përpa u dëshmuar ndërlikimi bakteror tek infeksionet virusale të traktit respirator nuk rekomandohet përdorimi i antibiotikëve. Është gabim. Mirë, doktor, duke rikthyer tek tema jone e përgjithshme infeksionet në temperatura të larta, a vijnë këto infeksione edhe nga ajo çfarë ne po ushqemi, se më kujtuan këto feferona, speca djegës? Po. Shumë e vërtetë është që gjatë ditëve të verës duhet të ikim mishit e bluar. Duhet të ikim sa më shumë ushqimeve që lehet kontaminohen. Pse thoni mishit të bluar? Po ai duhet të pasohet 3-4 herë. Duhet të pasohet dhe gjasa. Ka infeksione brenda. Jo, gjasa që të kontaminohet në rrugën e përpunimit deri në fund, është më e madhe sa te mishi pa bluar. Mishi pa bluar hiqet, qitet, fërgohet ose zihet, hahet. Këtu e ke procesin e bluarjes, e ke procesin e bashkimit atyre copa, qoftë në formë të qoftëve, qoftë në formë të cebapave ose diçka tjetër. Pastaj duhet të ka melmesa, shtonë edhe sende tjera, pra do thotë gjasat e kontaminimit të këtyre janë më të mira. Nuk po them se duhet mos mu konsumu.
Doktor, si menet një shqiptar i Kosovës pa hangër mish, për shembull? E vështirë, valla. E vështirë gjatë verës. E vështirë është. Shumë e vështirë, a? Mirë, dikush tjetër thot, pyete mjekun, di shumë persona që se kanë marrë asnjë vaksinë dhe është mirë sot, fal Zotit them, por vakcinat nuk po e kuptoj shumë mirë. Por vakcinat të ish virusit nuk e, kështu po e lexoj si në fakt. Me siguri takon grupit e njerëzve që kanë hezitime rreth marrjes së vaksinës. Unë nuk di çfarë ti them më tepër. Se sa nuk e ka cekur për çfarë vaksina. Sa më rëndësi fare për të gjitha vaksinat. Unë i them vetëm vaksinohu dhe mbroj veten dhe të tjerët. Nëse ke të drejtë të refuzon vaksinën, nuk ke të drejtë ti së murësh të tjerët. Të tjerët. A ke qartë se ti e burim infeksionit për mua, për ty, për tjetrin. Pra do të thotë, mbroj veten dhe mbroj të tjerët. Po, e cilëson këtë vaksinën e viruses që kishim, virusin me siguri me ndonë për COVID-in. Për COVID-in ka pas shumë vërtet dezinformata të mëdha që kanë qarkullu dhe unë mendoj që shumica të dezinformatave që kanë qenë në media, nga njerëz të sponsoruar dhe të pa sponsoruar, kanë qenë që ta blejnë paqen sociale. Për shkak se jo të gjitha shtetet e botës kanë pas qasjen e vaksinë. Dhe shtetet që s'kan pas qasjen e vaksinë, është dashur t'i bindin popullatën e vet që vaksina është e damshme. Doktor, të qelluar kemi sot, sepse po shikoj një mesazh tjetër, të vajza ime para 20 viteve ka qenë doktor më ndihmon këtu thot me sy pertussis, po e themi? Po, pertussis, po kolla e madhe, kolla e bardhë. Okej. Taman me kuptu kollë e madhe. Ky doktor e ka shëruar për 6 muaj. Tash vajza është një studente e dalluar. Faleminderit doktor. Mentori ka shkruar 23. Faleminderit. Faleminderit për ti. Mirë ta din doktor, Mirë doktor, kthehemi paksa tek përsi tek ushqimet, atje marrim ca këshilla nga ju tani që është verë, në mënyrë që t'i largojmë, të jemi sa më larg këtyre infeksioneve, që çfarë të konsumojmë më shumë? Pemë përime sa më shumë, langje sa më shumë, ushqimet e përpunuara mirë termikisht dhe aman higjienën e durve. Higjienën, qëndrojmë tek higjiena. Higjiena e dur i bie të dur i bie që të freskohemi, të lajmi çdo ditë. Jo, i vjen çdo herë para se të ulesh për të ngrënë dhe pasi të kryesh ngrënien ti pastrosh duart me sapun. Duart. Nuk e mësuam nga koha Covidit, më duket ende këtë zakon të mirë. Jo, ne harrojmë shpejt. E harrojmë, Ne harrojmë shpejt. Kam një tjetër pyetje që është e përgjithshme, dikush na shkrua në lidhje me punën e barnave, që në fakt doktor, me thënë të drejtën, jemi duke keq përdorur, nga njerë ndodhen vështirësi edhe ai që është në një barnatore. Ku shkojmë marrim barna, ilaçe pa lejen e mjekut, pa recetën e mjekut. Vazhdojmë të jemi kështu, të pabindur. Është vërtet kjo është një e keqe e madhe që e ka gjetë vendin. Kem provu që 20 e sa vite që të fusim recetën në përdorim, nuk kemi arritur deri më sot. Për shkak se sa do pak do të kishim kontroll në qarkullimin e barnave, llojit e barnave, edhe dhënien e arsyeshme ose të paarsyeshme të barnave. Uroj që sa më shpejt receta dhe raportet mjekësore të futen në përdorim të përgjithshëm, pra në të gjithë shoqërinë kosovare, në atë mënyrë se të kemi një mbikëqyrje më të mirë të sistemit shëndetësor dhe të pacientëve si po trajtohen. Pra kjo është një plagë e madhe në Kosovë, besabes edhe në rajon. Në rajon. Ndërsa ka dhe nga ta kolegë, që edhe ti një shumë mirë, që vinë me ca pyetje, për shembull dhe dua ta lexoj një pyetje nga një kolege imja e televizionit, thotë është me cerozë mëlçis, nëse po e them mirë, a bën thot me pi paracetamol? Dhe është një kolege që e ka hallin e vjerrës në këtë rast. Në esencë dua t'ju them, paracetamoli nëse ka indikacion të arsyeshëm për përdorim, nuk është i kontraindikuar të ciroza mëlçisë.
por duhet jemi të matur që i takon grupit të barnave që metabolizohet ëmbëlsi dhe ka mundësi për me pas efekte anësore. Me dëmtu me qinë, por unë mendoj që nëse ka indikacion mjekësor, parastamoli përdoret pa problem edhe të ciroza. Parastamoli. Ka shumë pyetje, nuk e di nëse do të kem kohë për të lexuar të gjitha, por për shembull thot një zonjë, pyet doktorin, a është mirë me u pastru në mëngjes për ditë? Shumë mirë. Shumë mirë. Tamam, kjo është pyetje kështu popullor që thënë ndryshe. Mirë, ja të kallëzuam se të na shkuan non-stop, na kallëzo. Një pacient që doktori ka trajtu shumë mirë më kam qenë thot me meningit. 15 herë quhem Rasim Hyseni. Okej, më kujtohet Rasimi. Thot, duhet ta përshëndes doktorin. Ke shumë përshëndetje doktor. E përshëndet një dhe juve. Për punën që ke bërë. Në fakt, ka dhe nga ta, për shembull që na shkruen tani, se duket nuk na kanë ndjekur nga fillimi i programit, ne kemi diskutuar, për shembull në seri thot, pyet doktorin, a kanë lënë pasoja vaksinat kundër virusit Covid. Ne thamë, doktor. Ende thuj, ka hulumtime që janë duke përcjell efektet anësore të vaksinave, për shkak se efektet anësore të vaksinave mund të vrehen pas një intervali. Realisht ne halojemi në këtë periudhë të hulumtimit si në Kosovë, si në Shqipëri, si në mbar botën. Ka publikimet e përditshme në New England Journal of Medicine lidhur me efektet anësore, mirë po kryesisht janë rastet e observuara, pra janë rastet e ndara. Duhet të bëhet një observim pak më i gjerë në botë, në atë mënyrë që të marrim një vendim për efektet anësore. Çdo vaksinë, e thash edhe në fillim, i ka të mirat, por i ka dhe anë negative të vetat. Ju thash për shembull për frutin, i cili akuzohet për encefalit, i cili akuzohet për poliradikuloneorit, i cili akuzohet për meningit, i cili akuzohet për panencefalit, edhe për vdekje që i përmena ma herët, janë efektet anësore. Janë efektet anësore. Por shkalla e paraqitet të efekteve anësore nga virusi gjallë dhe nga virusi i zbutur, pra që japin në formë në vaksinës, që është ngjajshëm është edhe Covidi, janë me 100.000 hermat më të vogla, 2. Vaksinimi kundër Covidit, ajo që ka është dëshmuar është që nuk të mbron mos me usmu, por të mbron nga format e rënda, nga vdekja. Dhe këtu është përfitimi jonë, ju thashtë që ne kemi edhe sot Covid, por vjen që tu me juve rrinë banë mua betë ndej, e di unë që e ka, ju të tjerë se dini, të dikush manifestohet, të dikush nuk manifestohet. Pra do të thotë, ne do të krijohet një barierë mirë imunologjike në vitet të vazhdim, dhe pastaj Covidi do të jetë i harruar. Dikush thot, pyete doktorin, a je ende në klinik? Të pyetje që e kam bërë unë pas me një program. Jo, unë ka 2 vite që jam i pensionuar nga sistemi shëndetësor, por vazhdoj aktivitetet e mia shëndetësore në sektorin privat, ndërsa në sektorin arsimor deri në tetor jam i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Sasan Prishtina. Në fund nuk dua të lexoj asnjë pyetje, por kam disa pyetje doktor që janë më shumë personale për juve. Do të shfrytëzojmë rastin me që të kemi këtu, jemi në mbyllje të kësaj interviste në këtë program. Me që lidhem me nuk jeni në klinik, vazhdoni të jepni natyrisht një profesor në fakultet dhe shpesh unë të kam ndjekur edhe në rrjetet sociale që ti je shqetësuar dhe për ikjen e të rive mjekëve nga Kosova. A vazhdon ky shqetësim ende? Po. A të vjen keq në fakt edhe si profesor që shikon ti e mësim është shumë i mirë, ai mund të japë kontribut shumë të mirë në Kosovë, por detyrohet të ikë. Duhet ju them diçka. Dhe më fal që u preket në këtë rast U preka për shkak se kam 40 vjet. Punë edhe në përpodrume në kohën e institucioneve paralele. Shumë është e vërtet që kjo plagë vazhdon të jetë. Vazhdon të jetë kjo plagë. Edhe fatkeqësisht nuk po ndalet.
në formularin që e plotësojnë mjekët kur kërkojnë ta tërheqin licencën nga Oda e mjekëve, janë arsyet pse. 2 janë, kushtet e punës dhe pagat. Pra do në thotë nuk është e para paga. Kosova nëse donë për me ndalë këtë egzat, humbje në rinis, ne po plakemi çdo ditë. Duhet të mendojnë në këtë drejtim. Duhet shëndetësia një herë për gjithmonë të shndërrohet në prioritet qeverisës të vendit. Ne po na ikin djemtë dhe vajzat më të mira jashtë. Është një përqindje e tyre që çfarë do kushtet që krijojsh këtu. Dhe çfarë do pagët që krijojsh këtu, ata kanë ndërmend të ikin jashtë vendit. Ata nuk mund t'i ndalin. Por ata që nuk e kanë në plan migrimin, por qëndrimin e vend, aty në du t'ju ofrohen të gjitha kushtet që mund t'i ofron vendi. Unë jam i vëdishëm që kushtet e punës kemë vështirë që t'ja bëjmë çfarë janë në Zvicër, në Gjermani, apo në Angli, apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për që ka vend të përmirësohet, ka shumë vend. Për që ka vend për t'u ndru shumë çka në sistemin ton shëndetësor dhe arsimor, ka shumë çka. Pra aktivitetet që sot i bëjmë lanë shumë çka për të dëshruar. Uroj që ky popull sa më parë të zgjohet, të kthehen, të mendoj për vete, të mendoj për të përzgjedhurit që i dërgon për me vendos për fatin politik dhe prioritetet dhe ka të zhvillimit të vendit. Dëgjoni. Nuk është thonë kot edhe para meje, edhe nga unë në kuvend kur isha. Nëse dëshiron ta shkatrosh një popull, shkatroja shëndetësinë dhe arsimin. Nuk ka nevojë bombat atomike. Një pyetje përsëri personale, je të nduar ndonjëherë gjatë tyre viteve qoftë i ftuar dhe si profesor ta lësh Kosovën edhe për të punuar si doktor? Asnjëherë. 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 I lumt. Dhe je sot sa për informatën. Po. Unë me 17 dhjetor të vitit 1997 kom atëru nga New Yorku në Prishtinë. Në Prishtinë. E di dhe këtë si lajm. Në vlugën e konfliktit dhe në vlugën e migrimit e... Për dhënë kontributin tuaj. Dhe e përmende pak kuvendin, je i lumtur që nuk je sot në legjislaturën e 11 të kuvendit, por ke qenë në legjislaturën e 8. Pyetja e fundit është kjo. Jashtë temës. Maksi, du me të thamë diçka. Po. Uroj që kjo legjislaturë dhe legjislaturat që vinë të përfaqësohen me njerëz normal. Nuk po kërkoj kur gjë më tepër në kuvendin e Kosovës. Sikur tisha, por nuk jam, që nuk isha pjesë e garës në këto zgjedhjet e fundit, sikur tisha, me siguri që nuk do të kisha nejt i heshtur për rrethanat dhe katë e zhvillimit në vend. Vendi ka nevojë për institucione. Vendi nuk kem kohë me hub. Vendi ka nevojë për një vizion që bashkë me miqt që e kanë kriju këtë vend dhe e kanë sponsoru pavarësinë e këtij vendit, të shtyjmë çështjet përpara në atë mënyrë që atë çfarë kemi hek ne për marrë deri këtu, të mos e kenë këtë barë gjeneratat e reja që po i lamë në këtë vend. Besoj se më ke falur për pyetjet e fundit, që ishin jashtë temës. Besoj me interes shumë dhe shumë atyre që na shkruan dhe falenderojnë natyrisht një doktor si ju. Të uroj shumë punë të mbarë. Faleminderit juve. Edhe ishte shumë kënaqësi.